themel të një institucioni jashtëzakonisht të rëndësishëm për sistemin tonë shëndetësor. Më në fund po realizohet projekti i shumë pritur për ndërtimin e këtij objekti ku do të gjejnë funksionimin e tyre odat e profesionistëve tanë shëndetësor, oda e mjekëve, oda e stomatologëve, oda e farmacistëve, oda e infermierëve, oda e fizioterapeutëve, dhe kjo natyrisht e bën shumë mirë të ardhmen e shëndetësisë tonë, pasi që këto oda përveç të tjera që kanë detyrë edhe kanë qendër të vëmendjes profesionistin shëndetësor, dhe si tillë ne e dimë se pa profesionistët shëndetësor, pa ndihmën e tyre, pa ndihmën e këtyre odave, natyrisht sistemi shëndetësor nuk mund të ecë përpara. Në këtë drejtim, edhe si ministër, edhe si qeveri, garantojmë që dyert do të jenë të hapura brenda kompetencave për secilin nga odat, që gjitha reformat të shtyhen përpara në mënyrë që qytetarët tonë, e besoj aty jemi të gjithë të një mendimi dhe të një qëllimi, të marrin shërbime sa më të mira shëndetësore në të ardhmen. Faleminderit shumë Dukatës Luksemburgut për këto investime në sektorin e shëndetësisë. Faleminderit për gjitha ato që i ka bërë dhe janë duke u bërë, e shpresojmë shumë se do t'i bëjmë edhe në të ardhmen, dhe në të njëjtën kohë ju dëshiroj suksese pafund secili për juve profesionistë shëndetësor. Dhe ne si kryeqytet kemi pas nderin me bashkëpunu dhe me gjetë tokën për odën e mjekëve. Faleminderit po ashtu dhe ministrit Vitia për një bashkëpunim të mrekullueshëm mes Ministrisë të Shëndetit edhe administratës të kryeqytetit, sepse pa bashkëpunime gjanat nuk ndodhin. Uroj që ky të jetë edhe një model i bashkëpunimit tonë të niveli lokal me niveli qendror dhe për shumë projekte tjera të radhës, ku e kemi tash edhe në anën tjetër edhe propozimin për spitalin e kryeqytetit. Një falenderim i veçantë edhe një herë ambasadës të Luksemburgut, që përveç që ka investuar në këtë projekt të mrekullueshëm të odës të mjekëve, pra tash oda mjekët nuk janë pa shtëpi, pra po krijohet një shtëpi e re, një zhvillim i mrekullueshëm edhe për gjithë shëndetësinë në nivelin lokal, në nivelin qendror për gjithë vendin tonë. Faleminderit po ashtu edhe për investime tjera të cilat ambasada e Luksemburgut, shteti i Luksemburgut në bashkëpunim edhe me kryeqytetit po i bën në kryeqytet edhe në vende tjera, po flas vetëm për kryeqytetin. Shkollën e ICT, teknologjisë, bashkëpunim për shkollën e turizmit, tash edhe për ndërtesën e re për green energy, për në kryeqytet, pra një numër i madh i projekteve ku Luksemburgu i ndihmon kryeqytetit, i ndihmon gjithë vendit tonë, pra një falenderim i veçantë. E sot le të jetë kjo një fillim i mrekullueshëm në sektorin e shëndetësisë për gjithë vendit tonë, posaçërisht për odën e mjekëve, dhe një falenderim edhe një herë për Pleuratin. Pleurat, shëndet. That the construction of this building for the 5 chambers is very necessary, and it also expressed all your devotion to make it happen and to provide decent, professional healthcare to the people of Kosovo. I would like also to take the opportunity to thank especially Dr. Pleurat, who was always believing in this project and pushing very hard to make it happen. Finally, I would like to also to thank to the Minister of Health and the Mayor of Pristina, and underline the collaboration between the Ministry of Health and the Municipality of Pristina. Without the strong collaboration, life is more difficult, as you know. So we, Luxembourg, we are very proud to support Kosovo in the health sector, but also in the other health sector since 20 years. We did partly the renovation of Prizren Hospital. We just finalized the cardiology department of Pristina Hospital, but more has to be done, and in the next months and years we will continue to support heavily the health sector here in Kosovo. We will start by doing the renovation of Gilan Hospital and much more to continue. Thank you very much, and I give the mic to the mayor. Prezenca juve tregon që nga dita e parë keni besuar në këtë projekt, na keni ndihmuar neve odave. Your presence
confirm that you have trusted us, and this is why you are together with us here. Harrova me përshëndet kolegët e mi kryetarët e odave të profesionistëve shëndetësor. I would like also to greet Zoti Sadiku, apo merr. from other chambers, president of the chambers. Një ëndër 8 vjeçare më në fund sot And make po fillon dream të start realizohet to be real. me përkushtim nga Dukata e Luksemburgut, Commitment of the Grand Duchy of Luxembourg. ambasadori që na ka nejt afër gjatë ton kohën, It was close and behind us all the time. drejtorët e projektit Afrodita Directors of the project Aphrodita dhe të tjerë të cilët kanë qenë në ekip. and others who were in the team. Besoj që nuk do të jetë projekti i fundit i Luksemburgut për shëndetësi, që ka pas lufta ka qenë pranë nesh. I believe that this will be not the last project of the Luxembourg government in Kosovo, since they were with us since after the war. Jam I sigurt që ministri nuk i lëshon komsh për projektet e reja. Also, I believe that the minister will closely support the new projects in the health sector. Dhe me Luksemburgun do vazhdojmë me projektet të cilat ka nevojë Kosova. And we will continue with the Luxembourg with the projects that the Kosovo needs. Ftoj ministrin e shëndetësisë, zotin Arme Vitia. So I direct Minister of Health. Very well. I had a good break. Happy New Year. How are you? Everything okay? But the hair is better. Faleminderit. I nderuar ambasador,